Ish sulmuesi i Manchester United dhe legjenda e kombëtares angleze Wayne Rooney ka lavdëruar kapitenin e Sunderlandit Granit Xhaka duke e cilësuar si ndoshta transferimin më të mirë të sezonit në Premier League. Sunderland ka impresionuar në rikthimin e tij në elitën e futbollit anglez dhe aktualisht renditet në vendin e 4 pas 11 ndeshjeve me 19 pikë, duke qenë në rrugën e duhur për të siguruar mbijetesën dhe ndoshta më shumë. Në këtë sukses, kontributi i Granit Xhakës ka qenë vendimtar. Ish mesfushori i Arsenalit ka luajtur çdo minutë të çdo ndeshjeje duke shënuar një gol dhe duke dhënë 3 asist, ndërkohë që ka sjellë stabilitet dhe leadership në mesfushë. Duke folur në emisionin e tij The Wayne Rooney Show, ish ylli i djajve të kuq, ish sulmuesi anglez tha se fillimisht kishte dyshime nëse Xhaka do t'ja dilte. Kur u kthye Xhaka në Premier League, pyesja veten nëse doja dilte, sidomos me një ekip të sapo promovuar, çfarë ndikimi mund të kishte, por ai ndoshta ka qenë transferimi i sezonit, ka qenë i jashtëzakonshëm, tha Wayne Rooney. Xhaka zhvilloi 297 ndeshje me Arsenalin duke fituar 2 kupa të Anglisë, por shpesh ishte një figurë e diskutueshme për shkak të temperamentit të tij. Ai u përjashtua 5 herë me karton të kuq dhe gjatë kohës që mbante shiritin e kapitenit në vitin 2019, pati një përplasje të hapur me tifozët, gjë që çoi në heqjen e kapitenit. Megjithatë, në drejtimin e Mikel Artetës, Xhaka arriti të rigjejë formën e tij më të mirë dhe u bë një nga lojtarët më të rëndësishëm të topçinjve përpara se të transferohej në Leverkusen, ku ndihmoi klubin gjerman të fitonte titullin e parë të Bundesligës pas më shumë se një dekade. Rooney shtoi se Xhaka është një futbollist me karakter të fortë. Kur pati atë situatë me Arsenalin dhe u përplas me tifozët, ai tregoi karakter të fortë, duke u rikthyer dhe duke luajtur sërish për klubin. Ta kalosh një periudhë të tillë dhe të performosh siç bëri ai, pastaj të shkosh te Leverkusen dhe të ndihmosh për të mposhtur Bayernin e Muniut pas më shumë se 10 vitesh, tregon se çfarë lojtari i madh është. Sunderlandi ka një skuadër shumë të re. Ai është si një figurë prindërore dhe do të jetë ndihmë e madhe për trajnerin si kapiten që lidh lojtarët me stafin. Me gjithë transferimet që bën këtë verë, ai është një shtyllë për ekipin dhe një shembull për lojtarët e rinj, tha Wayne Rooney për Granit Xhakën.